hadithi mirë njohur i Abdullah ibn Amr ibn al-As. Shikon Abdullah ibn Amr ibn al-As ka qenë i edukum periudhën e profecisë, periudhën e pejgamberit. Ka qenë djali i Amr ibn al-Asit, njëri i cili është rrit me islam, është edukum me islam. Ai tregon në rastin e tij që e kemi dëgjuar shpesh dhe e kemi përmend. Thot, ai vetë tregon tha ishim ulur në xhami me pejgamberin. Ndërkohë pejgamberi Allahut azza wa jall tha, tash ka për me hyrë këtë derë një njeri që është prej banorëve të xhenetit. Pritëm hyri një burr. I kishte pas marrë në allonat e tij, në sjetellat e tij, hyri brenda xhami, e mori një çosh prej qosheve të xhamisë, fali 2 rekate, edhe erdhi u ul në të ndejen ku ishte pejgamberi Allahut i heshtur, pa folje. Sahabët u çuditën, e shikonin, kush është ky njeri? Ditën tjetër, tha pejgamberi Allahut njëjtë, tha nëpërmjet kësaj dere do të hyjë tash një njeri që është prej banorëve të xhenetit. Thot Abdullahu thot që prisnim kush është tash, hyri po njëjti njeri. E bëri njëjtën vepër. Hyri brenda, e gjeti një qosh, i fali 2 rekate dhe ul pastaj edhe qëndroi me ne. Ditën e tretë veproi njëjtë. Abdullahu i interesoi shumë. Si ka mundësi pejgamberi Allahut ta përgëzoi këtë njeri 3 herë në xhenetin e Allahut. 3 herë prej dunjos. Përgëzimi i pejgamberit Allahut në kupton që ai person ka me qenë në xhenetin e Allahut. Pejgamberi Allahut e ka thënë pe shpallës, nuk ka pas prej hamendjes. E këtij Abdullah i interesoi, çka ka bëu ky njeri të bajë dhunë, ta fitoj xhenetin e Allahut. Edhe shkoi trokiti në derën e tij, për cilën se ku jeton dhe i tha o ti filan, unë e kam një lloj problemi me prindin tim edhe kam dëshirë të bujt e ti. A ka mundësi të qëndroj me ty? I tha po, nuk ka problem. Edhe qëndroi Abdullahu me ta. Çka po te ai? Abdullahu thot, nuk po është diçka jashtëzakonshme, sikur se qirt. Ndoshta edhe më pak. S'ka pas diçka të veçantë. Nuk ka qenë njëri i cili pas namazit të yatsis ka filluar më fal deri në sabah, jo. Thjesht dhikr, nëse është ngrit natën, është ngrit 2 rekate apo 8 rekate, sikur se gjithë tjerë, normal. Edhe dikur Abdullahu tha, po ky njeri çe ka fitu xhenetin, çka ka bë? Edhe i tha o ti filan. Tha unë nuk kam problem me prindin, po e dëgjova pejgamberin Allah duke thënë që ti e banor i xhenetit. Çka bën ti, çka ke vepruar ti? Që pejgamberi Allah të përgëzoi prej dunjos me xhenetin e Allahut. I tha o ti filan. Tha unë jo që baj diçka prej adhurimeve shumë, as që dallohem prej qerve shumë. As që dallohem, as që veçohem. Janë njëjtë, sikur se masa e gjithë. Mirë po, çka baj unë? Kur bi për me flet, tha unë, tha zemrën time e pastroj nga urrëqja për çdo musliman. Nuk kam urrëqje. E tha Abdullah, e kjo është ajo që ne nuk mundemi të arrijmë. Kush ka qenë Abdullah? Ka qenë personi i cili është rrit, është eduku në kohën e shpalljes. Një person që ka dallu shumë, më shumë se sa ne, me veprat e tij, me mirësinë e tij, me verën e tij. Megjithatë ka thonë shumë e rëndë. Ama nuk është e parëqme, mundet më arrit. Po duhet veç kjo zemër thjesht mu pastru, prej zilis, është rëndë, ama ja vlen.